Ajo që do të dëgjosh tani është një nga historitë më epike të trojeve shqiptare. Një komandant shqiptar dhe vetëm 80 luftëtar përballë një ushtrie mijëra vetash. Qyteti ishte në panik. Armiku kishte rrethuar gjithçka. Shumë menduan të dorëzoheshin. Por komandanti shqiptar tha vetëm: "Ne jemi pak, por nuk jemi të dobët." Ai nuk priti armikun, ai I mashtroi. Natën, ai urdhëroi 80 burra të ndeznin qindra zjarre nëpër kodra, që të duke sikur qyteti kishte një ushtri të madhe të fshehur. Pastaj, ata nisën të krijonin zhurma të frikshme britma, goditje, jehona sa që armiqt menduan se po rrethoheshin nga mijëra trupa. Dhe pikërisht kur paniku I kapi komandanti dha urdhrin e tij të famshëm: "Tani sulmojmë." Vetëm 80 burra u hodhën me një shpërthim force drejt armikut. Ata nuk e kuptonin sa të pakt ishin shqiptarët. Pan vetëm zemërimin dhe guximin e tyre. Ushtria pushtuese u trondit, humbi rregullin dhe filloi të tërhiqej. Po, një ushtri e tërë u kthye mbrapsht nga 80 trima. Qyteti u shpëtua, dhe komandanti shqiptar mbeti në histori si njeriu që tregoi se nuk fiton ai që ka numra, por ai që ka zemër.